Ajo ka qenë një Shkodra ka pas një plan zhvillimi në një koncept shumë bazik, do të thoja koncept shumë bazik të zhvillimit saj. Edhe për mua ka pas absurde të mënyrën se si ishin zonat e zhvilluara. Këtu gjeje pas një arsye një zonë ku ti mund të bëje 7 edhe plus 2, 9 kate, dhe krejt në gjithë aty ose përballë ti duhet bësh vetëm 3 dhe nuk ishte një logjik në mënyrën se si e ke ndarë zonat. Kështu që për ne po e shkojmë planin e zhvillimit. Në konceptin tonë Shkodra është ndarë në 4 shkodra, do thoja. Është shkodra historike dhe mbi këtë koncept zhvillohet edhe pastaj plani me cilin shumë shpejt do ta kemi, sidomos pjesën e zonës historike sot, që është një prioritet dhe është një kërkesë për zhvillim shumë e shpejt, besoj se në 3-4 muaj do ta kemi atë. Po ja planin e gjerë pse na është dashur të punojmë pak më shumë me planin. Pra shkodra historike që është pjesa e Kalas. Pjesa e Kalas sot me gjithë xhamin e Plumit që është bërë një mrekulli investimi së fundi bashkë me Kishën e Zojës, bashkë me Muzeun e Lundrimit. E gjitha ajo pjesë do të quhet pjesa e Shkodrës historike dhe të konceptuar si për të vizituar historinë. Aty ka dhe shumë objekte të tjera interesante, qoftë arkeologjike, qoftë të historisë në atë zonë. Pastaj pjesa tjetër është zona, po themi e Shkodra ekologjike. Zona e Shkodrës ekologjike ku mund të ketë ndërtesa edhe pak më të larta, po që në një aspekt janë ajo zonë e bypassit perëndimor që shef nga liçeni. Ajo do të jetë koncepti ekologjik, për ndërtesat në atë zonë që është e pa zhvilluar sot, por që mund zhvillohet, janë që shohin nga liçeni, por do të jenë të integruara me liçenin dhe me ekologjinë. Ajo do të jetë, po themi, Shkodra ekologjike, që po punohet në projekt. Është Shkodra kulturore, që është sot ajo zona e qendrës e Xhuadolit edhe gjithë pjesa tjetër që do të ketë shumë shpejt projektin për të zhvilluar. Dhe Shkodra inovacionit e rinisë, që është pjesa e Uzunit Stelit, kur do të ketë edhe aty projekte të tjera. Kjo është një nga konceptet e zhvillimit të Shkodrës me identitete të koordinuara, do të them, ose komplementare brenda qytetit. Këto janë dash disa nga linjat pse plani që po bëhet do të mbështetet mbi disa ide dhe një koncept përgjithshëm, se nuk mund të bësh planet që unë vendosja këtu të bëj kaq kate, pastaj këtu po vendos kaq, po këtu atje. Duhet të ketë një koncept. Kjo është arsyeja. Tani e kemi konceptin dhe shumë shpejt do kemi dhe planin.